Zemra e prindrit, një dashuri pa kushte. Prindi është i vetmi njeri në këtë botë që të do më shumë se vetë. Edhe nëse e lëndon, e ofendon, apo e largon, ai prap lutet për ty. Prap mendon për ty. Dhe prap zemra e tij rre me dashuri për ty. Dashuria e prindit nuk ka kushte, nuk ka kufi dhe nuk ndalet kurrë. Është një dashuri që nuk matet me fjalë, por me sakrifica të heshtura, me net pa gjumë, me duar që japim edhe atë që nuk kanë. Prindi është ai që sheh ëndra për ty. Edhe kur ti nuk i sheh për veten tënde. Ai fal edhe kur nuk i kërkon falje. Ai lutet edhe kur nuk e di që ai lutet për ty. Respekto prindrit sa janë gjallë. Vlerëso çdo fjalë të tyre, çdo sakrificë dhe çdo lutje që bën për ty. Sepse një ditë, kur ai të mos jetë më, do ta kuptosh se askush nuk do të dojmë në atë mënyrë, me atë forcë dhe me atë përjetësi. Dërgoja këtë audio dikujt që duhet ta dëgjojë.